deputet nga jashtë. Edhe gjatë rrjedhës kanë ushtruar presion tek individët e caktuar, presion i cili e ka ndryshuar edhe mendimin. Thonë kjo është. Po vetëvendosja është parimoreve, nuk blen deputet për partive tjera. Kushtat që me ble. Po dhe? Mund është edhe me i bind. A se bind, be? Na di që të jetojnë. Janë krejt në shqit, deputet, janë krejt në shqit. Po ju vetë mëre na kemë deklarata publike. Veç a kthehemi të Po, se bona veç artonit. Ka të 2% që e ka përgjithësinë më të madhe, edhe që përgjithësia e secilës parti politike shkon raport me vota që i kanë marrë. Që në fakt nuk e kemi pana këtë sjellje të ndodhën në kuvend, sepse partitë politike nuk janë sjell në bazë të votave që i kanë përfaqësu me ulse në kuvendin e Kosovës. Edhe që kjo na kthen te kjo që e përmendi Artani që nuk e kanë pranuar rezultatin zgjedhor prej fillimit, sepse e ke pa që partia e tretë në pushtet ka kërku me pas postin e kryeministrit edhe na ofroi alternativa të ndryshme, të cilat çdo ditë i ndrojke platformat, ja ndrojke emrat, për me nxjerr situatën prej një bllokade që ata vetë pa të kriju. Tash besoj që shumë e rëndësishme me e kuptu forcën politike që ti e ki me numra në kuvend të Kosovës, edhe në bazë të asaj force politike, edhe me i parashtru kërkesat, edhe me pa cila hise mundet me të ndohë ose me të taku ty. Edhe jo me rasti konkret 3 deputet kërkon me pas kryetarin e kuvendit, sepse po don me i shfrytzu rastin me përfitu diçka pak ma shumë, sepse besoj që shkon pak në qëtë njërë, me thonë, dush me ditë sa forcë politike ki, edhe në basë saj që ka mundet me qenë kërkesa jote. Me thonë, kemi arë të një situatë e tilë, pikrish për këtë arsye, jo pse na kemi bo 2 herë ftesa LDK-s për me arrit koalicion me ta, edhe me bashkë qeverisë edhe me shty proceset për para. Të 2 herat na kanë refuzu edhe s'ka ndosht as me i diskutu. Nuk është televizja vetëvendosje nuk ka bo përpjekje me arrit një koalicion, me arrit një marrëveshje të bashkëpunimit brenda partive politike në kuvend në mënyrë që me shty përpara procesin. Edhe votimi Dima Albashës për kryetar të kuvendit ka ndodhur sepse PDK-ja e ka gjetë veten me një situatë komplet të pa imagjinueshme çka nëse veproi ndryshe, sepse ju e dini qysh herën e parë nuk e votuan, mandej kur e pan qysh u kthy krejt diskutimin raport me ta. Mos sa që pëthupi bjen kështu. Jo, po ta shte nuk i bjen qysh do në ti me marë, interpretoj e drejt që ato që e mund të tonë. Qysh dojmë na, ata du të mos silë. Jo, nuk po thot kërkosh qysh dojmë na, po qysh dojnë populli, edhe qysh populli e përcakton me votë këto me një palë zgjedhje, që janë të nënë shkurti. Edhe për që ato keni bloku. Mirde, jo, nasi kemi bloku. E ka bloku, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, Nisma, bashkë me listën serbe se ka bloku vetëvendosja. Po qysh e ka bloku vetëvendosja Çollaku, veç pak të regojmë, qysh e ka bloku vetëvendosja, kur i kemi 2 ftesa radhazi në drejtim të LDK-s, për koalicion, e kemi një ftesë tjetër në drejtim të LDK-s dhe PDK-s më ullë me pa, para se me ju nështru seancës, çka mundimi me shty për para. E mandej kemi veprimet vazhdueshme, deri edhe të ndrimi i emrit disa herë të kryetarit të kuvendit, deri edhe të ndrimi i emrit të mandatarit, veç për me tregu që shka si ka alternativat vazhdueshme që po i nxjerrim si përfaqe, sepse po dojmë me dalë prej situatës që e kemi kriju. E çka kanë ndodhur me partitë e tjera opozitare kanë qenë bllokuse vazhdimisht. Asnjë prej alternativave që na i kemi. Këta nuk e kanë ndru emrin e mandatorit, e kanë ndru ligjin. Më pasaj. Pushtetuta nuk e lejon herën e dytë. Po mirë, na kemi propozuar edhe një emër tjetër, se kemi dashur me nxjerr bllokadën që është kriju prej partive. Ma bani një pyetje. Vetëvendosja ka përgjegjësinë më të madhe për faktin që i ka 42%, për që ato e bie përgjegjësia më e madhe, por e dyta. E kuptoj faktin që te kryetari i kuvendit jam i bindur që opozita hecsodesh me diskutu atje më javë dhon votën. S'ka lidhje, ata kanë drejt. Ama s'po e diskutojnë faktin që për muaj të tërë na kanë bajt bloku për punën e jo se kemi majt na të blokum kryetarin e kuvendit kur me datën 15 prill na jemi kon aty të gatshëm me propozu dhe me votu dhe kemi votu vazhdimisht. Shumë qartë, edhe ju e dini, po nuk e thoni. E di që jeni në narracionin ju, jemi në fushat zgjedhore, shumë mirë. Edhe mendoj që edhe ju duhet me qenë deputet. Në rregull është kjo. Po, Albin Kurti nuk ka pas interes me bë qeverinë. Sepse më pas dasht Albin Kurti me bë qeverinë, kjo temë ish mshel për pak ditë. S'po tham jo që mos ushqejmë konspiracione. Jo bre, po dihet kjo punë.
Se 48 vota i ki pasu, Abrashi, 48